Përshëndetje, u ktheva me një tjetër video sepse kërkesat për hairstyle janë të shumta dhe pasi u mendova për disa hairstyle, u këtë ato të durat për ju. Pra modelet që do të propozoj në vazhdim janë të përshtatshme edhe për vajzat që kanë flokë të shkurtër. Dhe po filloj me njëherë pra me modelet pa humbur kohë. Modeli i parë është shumë i thjeshtë dhe me të vërtet e sheh në të gjitha vajzat, por ka ca për shembull që mbase nuk i rrin mirë ose për shembull si puna ime që ka flok shumë të jo shumë të dendur, rrin domethënë si tip mbështetur pas kokës. Nëse dhe modeli që do të propozoj është ky pra. Atëherë, i ndani flokët nga pjesa e ballit, domethënë kjo këtu, kështu. Pra, në këtë mënyrë. Për momenti këto po i vëm mbrapa dhe që mos më japi me zdi, po i lidh. Okej. Tani ajo që do të bëj është t'i gufoj duke filluar nga këtu lart. Dhe duke gufuar, do përdor një spray në mënyrë që t'i fiksoj akoma më mirë. Tani kush ka flokë të shkurtra, e bën dhe shpejt këtë model, por ka ku bie floku. Ky model është i përshtatshëm edhe për një mbrëmje të veçantë, edhe për dasëm, edhe për çdo gjë që doni pra. Normal që për përdita mbase do të jetë pak çiksi i çuditshëm, por pse jo për një koktejl me shoqëri. Tani do të shkoj ti kre pak fare në mënyrë që t'i jap atë formën dhe që t'i ngesë sa më mirë. E duke fiksuar mbrapa në këtë mënyrë me partica. Bashkoni pra përficat në kryq, në mënyrë që të fiksohen sa më mirë tjetër ndër. Tani këtu përpara do të mundohem t'i rregulloj. Dhe pjesën mbrapa domethënë mund ta shtrini. Ky është modeli i parë pra i flokëve. Këtu mbrapa mund të vini ose një aksesor për zbukurim,
ose mund ta lidhni edhe kështu, mund vendosni çfarë të doni. Tani, modeli i dytë, përsëri me këtë gjën në kokë. Do të rrotulloj këtë pjesë këtu, do ta rrotulloj pas fetes. Ta fiksoj mbrapa. Dhe këtë pjesën tjetër akoma në të njëjtën mënyrë. Dhe me një lisë kapim të dyja bishta. Krijohet pra një model elegant. Kurse modeli tjetër do të mbaj përsëri këtë model kështu, por ky do të jetë një model pak më i vështirë se i pari, apo se i dyti. Atëherë ndani këtë pjesën këtu me rreth të veshit. Edhe këtë pjesën këtu. Kurse këtë mbrapa këtë pjesën që gufuam përpara e lëm përpara pra. Dhe këtë pjesën këtu poshtë e bëni topuz këtë mënyrë. Pastaj këtë pjesën këtu lart, mos u mërzisni nëse bie pak. Do të shkojnë ta fiksoni më mbas me lart. Këtë pjesën këtu lart pra, e rrotulloni pas topuzit që bë. Fiksoni me një kafic. Pastaj me një elastik. Pastaj rregulloni të pjesën këtu përpara që ju është shkataruar pak. Mbrapa duhet të jetë kështu. Pastaj këtu shkoni t'i bëni, t'i rrotulloni pas bishtit siç bëra me këtë fillim. Dhe me pjesën tjetër. Tani mundoni që të rregulloni me lak. Ishte edhe modeli tjetër. Normalisht nuk do të jetë perfekt, por nuk jemi në parukej. Se u bë dhe natë, një model tjetër është duke kësë fokus në një.
Do të marrim këtë pjesën këtu. Dhe do të bëjmë një model twist që konsiston në marrjen e dy pjesëve të flokëve dhe duke i përdredhur me njëra tjetër në këtë mënyrë. Duke i përdredhur, do të shkojmë të marrim dal nga dal pjesë floku nga ana tjetër pra këtu, edhe duke përdredhur në këtë mënyrë. Duke arritur këtu, fillojmë dhe i përshtyje. Pra e të vuam njëra tjetër. Pastaj, pjesën që ngelet poshtë, do të shkoj ta bëjmë një gëshet normal. Wow. Duke e ndarë këtë pjesën të poshtë në dy pjesë, dhe duke përdorur këtu si një gëshet të tretë. Nuk ka rëndësi se bishti del çiksi i prishur, pasi kjo është moda fundit. Dhe dole dhe modeli 3. Këto pra ishin dhe modelet, unë shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo gjë dhe më falni shumë për dritën, por në këto kushte u realizua video, s'kemi që bëjmë, dhe neve shihemi në video të radhës. Mirupafshim. Sa më dyrësis. Ku ta dhe më burdheu që të duket. Me Maria. Blablabla.